Sot e premte, ditë e madhe e xhumos, një selam atyre që mendojnë se dielli I Islamit po perëndon. Atyre u themi, sa zihet dielli me duar, aq fiket drita e Islamit. Kjo është me siguri kohët e fundit bën disa thirrje për braktisjet Islamit se në ma herët të përmenda se ka prej intelektualëve shqiptar që thrasin fen e të parëve, e cilën e as vetëm këtë dinë që është feja të parëve, se një gjë është sigur se historinë e shkruajnë ose regjistrojnë ata që e fitojnë luftën. 50 vjet në Shqipëni ka qenë periudha që ka qenë pushtet Partia Komuniste në krye me Enver Hoxhën, pastaj pasardhësit e tij, edhe normal që historinë e kanë regjistruar ata që kanë ndeshtë. Edhe I kanë ushqy njerëzit me mendime komuniste, mendime ateiste, madje edhe kanë ndalu krejt fen, që as në Kinë që ashtu nuk ka ndodhur, po, që është shteti më komunist që vazhdon të jetë, edhe duke menduar që do ta flakin Islamin. Ka pak kanë prejkë edhe të krishterët, po ata kanë qenë pakic në krahasim me muslimanët, flas për Shqipëni, por ajo është reflektuar mas të madhe edhe në Kosovë. Elikta intelektuale më të madhe ka pas përqafu atë ideologji. Edhe pasardhësit e tyre janë sot në skenë, edhe në pushtet, edhe në qarqe intelektuale në për universitete, ndoshta edhe janë koha mosha më e re se na, po janë të infektuar prej atyre ideve, e na aty në ju thojmë, sa zihet drita e diellit me dorë, aq zihet ose fiket Islamit. Drita e Islamit s'kan mujt ushtri mëdha, as evropiane, as ruse, as amerikane, as një. As kineze, dole kish I parë. Tatartë, kush ka qenë përpara s'ka mujt, e po mundet një Bjerim Latif. Që emrin e vet nuk di me thonë. Po, ai ka me folë kundër Islamit.